Rritja e çmimit do thot pashmangshëm të energjisë. Rritja e çmimit të energjisë është zinxhirore tek rritja e çmimit të secilit produkt. Po, për shkak se A duhet subvencionohen apo si duhet të mbrohen edhe bizneset, por edhe qytetarët? Çka duhet? Na kemi qenë shumë të zëshëm, sidomos kur është propozu rritja e çmimit të energjisë elektrike, spari për qytetarë 16.1%, që kemi kërkuar që të gjendet mundësia dhe të subvencionohet dhe të mos ju rritet qytetarëve çmimi i energjisë elektrike për 16.1%. Dhe e dyta ka qenë nxjerrja e bizneseve në tregun e hapur, ku fakturat kanë kaluar prej 200 deri në 400%, varësisht për llojit biznesit dhe varësisht për konsumit që ka pas biznesi. Kosti i energjisë elektrike është kosto operative, që kalkulohet dhe drejt për drejt i faturohet në çmimin e produktit, në produktin final. Dhe ai çmim në fund të pagun konsumatori. Nëse produkti jon është prodhuar me 1 euro, me këtë rritje të energjisë elektrike e shkon deri 1.10, 1.15. Dhe ato në fund të pagun konsumatori, që nuk kupton që për qytetarin është inflacion. Dhe ja ul vlerën e parave, qytetari nuk e pagun 1 euro, po e pagun 1.10, 1.15. Për këtë arsye, se ne kemi edhe brengën tjetër, kemi edhe sfidën tjetër, po sot po folim për qytetarin e Republikës Kosovës, se kemi edhe sfidën të biznesi, a ka me mujt biznesi me përballun nëse vazhdon ky trend dhe këto reduktime dhe përkundërshmimi kushtrimi edhe çështën e tatimeve, rritja e pikërisht to se na shumë let mundëm me humb tregun e brendshëm me prodhimet tona dhe me hapësirën e prodhimit ton me marrë një produkt të jashtëm që importohet, se importohet shumë e lirë për shkak se në vendin e tij ai nuk e ka këtë çmim të energjisë elektrike në fuqi. Po sepse edhe tregu i Kosovës është mbytur nga importet, apo jo? Është mbytur nga importet që për herë të parë ajo është evidente, po. Po, rrin dhe rreth 7.000 miliardë importi. Pra po të folim me dhonat preliminare, se nuk janë finalin duke u përpunu, kurse eksporti ende nuk e ka kap 1 miliardin. Bili sipas përpunimit që e kemi para prak, kemi një ulje të eksportit. Dhe pikërisht faktor është çështja e energjisë elektrike. Dhe ja, shifni, domethënë edhe përkundër që është çmimi 200 deri në 400%, te biznesi ka ndërprerje të energjisë elektrike. Dhe pa asnjë skuqe del kosti dhe bën thirrje që të mos konsumohet energji elektrike në orare të caktuara për shkak të konsumit larg. Po ç'është mundesh mi thon biznesit mos prodhohet në orar të caktuara?